Unë me ty e kam duhe komunikimin që atë ditë. Ishte një duar trofike shumë e ftohtë. Bye bashkë. Shumë e ftohtë. Je inexistente për mua. Po, gjithashtu Malbora. Dhe ti për mua, jo Mida. Ju lutem një më të Maliqi mos harrosh. Vjemrin. Po jo më jepin që në për festivale. Me që se mendimin e Jonidës e dëgjuam, do atë pyes pak edhe vajzat e tjera të shtëpisë. Po ik, të lutem. Veçan të thëmë ti, mos, se duhet të dalje për te kufirit. Ashtu e Të lutem. Se mban dot në kufi me mua. E mbaj. Jo, po përderisa të dalësh për te kufirit, se mban Sara, ke të dot. lutem, kaq ishte rëndësia, kaq. Edhe është enough. Dua t'i pyes pak edhe vajzat e tjera, se çfarë mendimi kanë për këtë debat. Blerina. Nuk po dëgjojmë askënd. Blerina. Unë jap shumë rëndësi higjienës në këtë shtëpi. Jemi shumë fermer edhe çuna dhe vajza që merremi me këtë gjën. Tani që kur ka është zgjedh krye fermeri i ri, po bëhet akoma më e rrep situata dhe pra më e mirë. Gjëja, ato këpucët ishin me të vërtet mbi ekspresin, në më thënë mbi tavolinën ku ne pim kafen, dhe në rast se do kishte pranuar në moment që, se ne ishim duke bërë punët të gjithë bashkë, dhe rastisht që me qenin që po merret këto kohët e fundit, mund t'i kishte harruar, thjesht mund kishte kërkuar falje të esim përpara, por në rast se jemi duke u riedukuar, riorganizuar për të bërë që shtëpia të jetë mjaftueshëm e pastër, me që kemi edhe këto problemet e maceve që nuk janë plotësisht të ambientuara, do ishte mirë, do me thënë që të bënim pak më shumë vëmendje dhe ta kishte pranuar që i kishte vënë aty dhe t'ishe esim përpara, siç ndodh, që gjithë gabojmë. Soni. Patjetër që higjiena është shumë e rëndësishme, Arbana, e kemi problem të përditshëm këtë, por është edhe një e vërtetë e madhe që gjërat ka mënyra për t'u thënë. Mund t'i thuhet Malbora, ke harruar, këpucët do thoshe po i kam harru. Pa shumë, do më thënë, ka mënyra të foluri dhe mendoj që ishte debati mes Malbora Jonida, jo Malbora Jonida Sara. Do me thënë, nuk ka nevoj për sufler Jonida, Sara që e bën gjatë gjithë kohës. Bolle dhe mos qeshmë se jeni bosi ato në shkollë, që është gjithmonë një grup që bullizon të tjerët. është Malbora Jonida, tu fol, edhe Malborën kam pasur situatë për para kësa. Në bos suflera e saj. Për qa po i qeshti këtë? Për qa po... Tani, kjo po flet, ti për qa e talë, tu qesh aty nga brapa? Unë nuk po e talë fare, unë po ironizoj. është Jonida Malbora, nuk ka thoj Jonida Malbora dhe Sara. Mua mos më thoj e pusho. Unë jam pjesë e shtëpisë dhe mua më ka shqetësuar. Mua më ka shqetësuar. Bën mirë me mbyll gojën. Po jo, nuk e mbyll gojën. E po atë mos shkoj me qajtë edhe mua po të çava gjatë. Mua mos ma bëj me dorë fare. Asgjë që bën se po sukses. Asgjë që bën ti. Asgjë. Ashtu është. Po, do flasim ditën nga zim për këtë. Mos la fare me tu, po. Do të tregoj ti këtë qeshti. Edhe do më vështimohet e mbiemrin do fare nuk merrem, fare. Në rregull? Po. Fare. Edhe me ty kam për të marrë shumë specifikisht me ty do merrem. Se ato rrugë kjo po ta hap ty. Sepse Jonida nuk ka ne janë. Mos e përmend më emrin tim e dashur fare. Mirë. E kupton, nuk kanë ambicë të madhe për ta fituar. Ka më shumë për të humb. Po ta hap betejën ty. Mos ma hap. Unë e kam të mbyllur me ty që shumë përpara. Sepse ti je e paaft për ta bërë. Ashtu jam. Po. Okej. Po, jam e paaft. Po, se ke 10 ditë ke kap 7 pista këtu. Erdhe njërë me produkte, ato i ke harruar, pas të fillove me guzhinën, tash i merresh me Akili. Po, ti nuk di sa po bën, djena bëre familjaren. Po, qa do tjetër? Qa do tjetër? Qa përfajsoj shtë? Po sa të regoj ty unë qa përfajsoj? Edhe ti ferë më shumë e ke, do me thonë, ta që më kam ftuar mua këtu, janë këto shumë e kam unë këtu. Ti e këtu, figura. Ti e figura këtu. Kush e Malbora? Des Malbora, merë frëmëse. Merë frëmëse. Arbana të lutem, edhe hiqëm shumë të verë tjetër nga të sharake kjo situatë. Si ti e fundit që të lutem. Se kisha ko pa dëgjuar ka shumë femra duke diskutuar mbi njëra tjetër. E prapja 2-3 nuk i dëgjoj kur Donën, nuk e dëgjoj kur Anadën. Ju goca, qa mendimi keni? A keni ndonjë mendim?
Po çfarë të thuash Arbana, është turp të diskutosh njëherë këto situata. Nuk duhet diskutuar fare, si Po, pasysh. mendoj që mes femrash nuk duhet të ekzistonin këto gjëra, jo më të bëheshin në këtë lloj forme. Kështu që as më duket etike ti diskutojmë. Pra, nuk duhet diskutuar fare, pra, edhe nëse higjiena është qetësim, nuk duhet diskutuar. Nuk duhet ishin problem, nuk duhet ishin problem fare. A nuk duhet ishin problem? Nuk duhet ishin Sepse në problem. jetën reale, më falë, për hir të së vërtetës janë biseda që unë nuk e di, kam përshtypjen nuk do i kisha bërë kurrë me ndonjë mikeshën time, apo me ndonjë person që, ku e di unë, do kisha relata. Kështu që në këtë kontekst, sigurisht që përshtatja është relativisht e vështirë, në një shtëpi të madhe, por mendoj që kafshët për sa i takon fermës jetojnë të ferma, jetojnë pranë nesh dhe njerëzit jetojnë tek njerëzit. Ndaj janë, nëse ti i bashkon këto dhe thua ne po jetojmë fermë, dhe hajde jetojmë si kafshët, jo, më vjen keq, unë nuk kafshërohem. Për post kësaj nuk më pëlqen pastaj forma se si evolon biseda edhe degradon. Dhe unë ndaj, kur e mbyll një bisedë, kur e mbyll një konflikt, një diskutim, mendoj që mos i kthemë, edhe sigurisht vlerësoj shumë formën se si reagohet pas konfliktit. Individ si puna e vajzës që, do me thënë, gjenë një term ofendues stupid, apo budallaqe, mendoj që këtu tregon veten e saj e 1001 gjëra, sepse unë mendoj që mbi gjitha ne si femra duhet kemi shumë kujdes për formën se si qasemi, edhe nëse do fillojmë të ofendohemi pastaj me fjalë të tepërta, çfarë presim nga meshkujt, që ndoshta janë më euforike dhe më të zjarrt se sa ne. Malbora? Nuk e kuptoj. Nuk kërkova fare opinionin të Soni, nuk po... Jo, ma ka Jo, pra ta kërkoj, tu dha fjala dhe me thënë drejtën, shqyqysh dëgjova duke folur. Jo, po se nuk zihem unë si puna jote. Më në fund. Si? Nuk zihem si puna jote, Nuk zihesh, po ti si unë njerë. Nuk je do të ti. Jo, ti e Soni edhe Mala, shqyqyro unë zoti me ma, Maliqin. tik Soni Mala. Që mos u krasot, luta. Unë me u krabasu me ty dërkëshof. Unë jam si ty thua, vetë u krasove. Sjellja jote ndaj meje të duket shumë friendly për një femër? Në mënyrë se si më folet i mua? Do vazhdojmë, Arbana? Jo, po të bëj një pyetje. Vazhdojmë Jo, macet unë në fakt do doja të dija se çfarë keni vendosur realisht për macet dhe çfarë zgjidhje do të jepni kësaj situate, se e shikoj që shqetëson pjesën më të madhe të fermerëve. Çfarë do të ndodh me macet? Mund ta them diçka, se kjo puna maceve na zhbosja jo... Më fal, ata themi fjalë. Tre barse, tek smunden. Na zhbosja e parsa, ajo historia që kemi një var, kemi dhin, lakrën edhe ujkun me i kalu të krau tjetër. Dhe janë dy që nuk rrinë me një... Tash të fusim qenë gjahu me mace mrena. Ska asbaj mace. Juan. Kam të Asqeni as ne. Na e zhjim një... Qa do bëni? Asmoza.